Ka dështuar seanca paraprake në gjykatën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ndaj kryetarit të Bashkisë Shkodër Benet Beci, i akuzuar për shkelje të barazisë në tendera publike. Beci nuk u paraqit në seancë, ndërsa mungesa një pjesë të pandehurve të tjerë bëri të mundur zhvillimin normal të procedurës. Për këtë arsye, seanca u shtyr dhe gjykimi i radhës është caktuar për 11 shkurt ora 12. SPAK ka dërguar në bankën e të akuzuarve Benet Becin së bashku me 6 persona të tjerë. Prokurori i çështjes Dritan Preci e akuzon kryebashkiakun për shkelje të ligjit në lidhje me një procedurë prokurimi gjatë kohës kur ai drejton të korporatën elektroenergjetike shqiptare. Sipas akuzës, Beci dyshon se ka cënuar parimin e barazisë mes operatorëve ekonomik në një tendër konsulence të zhvilluar nga Kesh në vitin 2019 me objekt zhvillimi strategjik i sektorit energjetik me një vlerë prej 96.5 milion lekësh. Hetimi ka nisur kryesisht mbi bazën e referimit të akteve nga hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit pas sekuestrimit të provave materiale në banesën e shtetasit Berberi, ndër të cilat dokumentacion dhe materiale që lidhen me procedurat e tenderit. Gjatë procedurës paraprake, SPAK ka synuar të shqyrtohet roli i secilit prej të pandehurve në procedurat e prokurimit, si dhe të verifikohen lidhjet e mundshme me operator ekonomik të favorizuar në tender. Mungesa e prezencës së Becit në seancë ka krijuar sfida për zhvillimin normal të gjykimit, duke shtyrë për të dhënë mundësinë që të gjithë të pandehurit të jenë prezente të përballen me akuzat e ngritura.